Po duhet kishte një zgjidhje nga partia e parë, Lëvizja Vetëvendosje. Shpresoj që nuk do të shpikin ndonjë çështje e cila bie ndesh me rregulloren e punës së kuvendit ose edhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kjo nuk i ndihmon as procesit, por vetëm e rëndon edhe me tutje dhe po shihet që fare pak janë të interesuar që të kalojnë në zgjedhjen e kryetarit, konstituimin e kuvendit edhe ecjen tutje për formimin e qeverisë së re. Votimi i fshehtë do të ishte pjesë e procedurës fillestare ose i hapur ashtu siç ka filluar, por nuk mund të ndrohen rregullat e lojës në mes të lojës ose në fund të lojës. Dhe kjo është ABC-ja e jetës parlamentare ose demokracisë. Kështu që kjo vetëm e rëndon procesin, por është tregues i qartë që tendenca për të shpikur ide të reja është për të keqpërdorur atë që ju takon sipas moshës udhëhecit të seancës. Me të vërtetë është ka lënë shije të keqe dhe besojmë që kjo duhet të ndalohet nga Lëvizja Vetëvendosje. Edhe kjo logjik, domethënë, edhe kjo sjellje, edhe kjo gjuhë, edhe kjo tendencë vetëm e rëndon në procesin. Ju pesheni e keni përgjigjen vetëm në atë që ata thonë se njerëzit që dyshojnë në vetveten që mund të bijnë prej lojrave të tilla, atëherë e hudhin topin tek të tjerët. Lëvizja Vetëvendosje ka probleme të brendshme pikë parë dhe jo të gjithë pajtohen edhe me kandidaturën edhe me procesin, ndoshta kjo është zgjidhje për ta, por nuk është zgjidhje për neve. Realisht, nëse kthehemi në kohë, kuvendi nuk ka qenë funksional gjatë gjithë vitit 2024. Prej fillimit shkurtit marsit të vitit 2024 dhe tendenca për shkurjen e zgjedhjeve të parakohshme, ju kujtohet atku ato lëvizjet, ato takimet, kuvendi nuk ka qenë funksional. Ka qenë funksional vetëm kur janë mbledhur një mori ligjes sa për të kaluar ose grupe të ndryshme të intereseve, borde, si që ishte ato tendenca për kapjen e borde dhe agjencive të pavarura. Kuvendi ka qenë jo funksional gjatë gjithë vitit 2024 dhe ju një dëshmitar të asaj kohë, ndërsa procesi i rregullt kushtetues e tregon këtë. Ne jemi në një ngërç politik, kjo duhet të pranohet. Partia e parë duhet të ofrojë marrëveshje me ata të cilët mendon që mund ta zgjedh kryetarin dhe mund ta zgjedh qeverinë e re, përndryshe duhet liroj rrugë, mund të propozojë ndonjë emër edhe nga parti tjera, i takon që ta propozoj gjithmonë si parti e parë. Nuk është parti fituese, sepse shpesh po thuhet është parti fituese, po të ishte parti fituese do të krijonte institucionet e reja të Kosovës, kuvendin edhe qeverinë, siç ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara. Partitë mund të kenë shpërndarje të numrash të ndryshëm në kuvendin e Kosovës, por për një deputet i takon partisë së parë ta bëjë propozimin, por jo të këmbgulçe vetëm atij ekskluzivisht i takon emri i partisë së tij.